Prokuroria e posaçme ka nisur një tjetër hetim lidhur me Belinda Ballukun dhe Ceno Klosin. Hetimi ka ardhur si pasojë një kallëzimi të bërë nga Adriana Kalaja. Për të folur për këtë kam të ftuar vetë personin i cili ka bërë kallëzimin penal. Zonja Kalaja, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit shumë për ftesën. Zonja Kalaja, ku konstaton ky kallëzim që keni bërë ju ndaj Belinda Balluku dhe Ceno Klosit? Atëherë janë dy kallëzime. Njëri daton më datë 1 prill 2025 dhe subjektet të këtij kallëzimi janë Belinda Balluku, Ceno Klosi, tashmë deputet, se në atë kohë që është bërë kallëzimi nuk ka pas mandatin e deputetit, dhe është kallëzuar për vepra penale që ka bërë gjatë ushtrimit të detyrës si drejtor qoftë në organet tatimore, po qoftë dhe në institucione të tjera në varësi të Belinda Ballukut. Ndërkohë, veprat penale të kallëzuara në këtë kallëzim përfshirë dhe subjektin tjetër shumë të rëndësishëm, drejtuese në Bashkisë Durrës, Emiliana Sako, të cilët përveç personave të tjerë, sepse është dhe vllai i Ceno Klosit, Genti Klosi, me objekt të kallëzimit penal, vepra penale që lidheshin me tendera të marra, më falni se po mbi toni, me tendera të marra nga Bashkia e Durrësit, janë tendera të cilat shkojnë në vlerën 32 milion euro, dhe të përfshirë në këtë aferë korruptive është edhe Spartak Kovaçi, ish drejtor shumë i rëndësishëm në Bashkinë e Durrësit, dhe në një periudhë kohe edhe me lidhjet që kishte me Ceno Klosin si drejtuesi i Akumit, por edhe me një lidhje familjare, sepse Spartak Kovaçi është djali i tezës i Ceno Klosit. Pra, baza e kallëzimit penal të parë janë këta tenderat dhe unë e kam emërtuar skema 5B dhe objekt të tij kallëzimi penal kanë qenë veprat penale sipas meje, por të cilat janë pranuar nga organi akuzës, është shpërdorimi i detyrës, është ushtrimi i ndikimit të palishëm, është korrupsioni pasiv i zyrtarëve të lartë, është pabarazia në tendera, është pastrimi i produktit të veprave penale, është përfitimi i interesave të palishëm, është vepra tjetër mos deklarimi dhe refuzimi për deklaruar, është dhe vepra penale e veprave të kryen nga grupe të strukturuar kriminale dhe grup i strukturuar kriminal. Ndërkohë, në këtë kallëzim penal, unë kam pas dhe 2 objekte të tjera të kallëzimit. Objekti tjetër kishte të bënte me fillimin e hetimit pasuror për këta shtetas dhe objekti tjetër ishte pezullimi nga detyra i shtetasve që ushtrojnë funksione shtetërore, sepse këtë e parashikon fakt dhe neni 242, për cilën fakt unë e përgëzoj Spakun që ka marrë këtë hap, dhe është një hap i vlefshëm ligjor, është një hap i cili ta pranon vetë kushtetuta dhe ligji organik, përsa kohë që vetë një zyrtar i lartë që është shpallur e pandehur, siç kemi rastin e Belinda Ballukut, që me 31 tetor dhe nga një moment deri në momentin kur Spaku avancon me masat e sigurimit, nuk ka bërë as kërkesat formale të dorëheqjes, qoftë edhe të shkarkimit nga ana e kryeministrit. Ndërkohë, më 15 shtator, sipas informacioneve që kam marrë, flitet për një tender të dhënë për këto parqet fotovoltaike, flitet konkretisht për parkun fotovoltaik në Seman, për një sipërfaqe prej gati 30.000 metër katror, të cilën ne kemi pretenduar se është bërë bazuar në falsifikim dokumentash, bazuar në veprime korruptive dhe ushtrim të ndikimit të palishëm, pabarazi në tendra dhe të gjithë veprat penale të cilat ishin referuar në kallëzimin e parë penal, janë referuar sërish në kallëzimin shtesë të datës 15 shtator,
por këtu kam bërë një shtesë objekti, sepse kam kërkuar si pikë të 4 edhe sekuestrimin e gjithë aparatave celular, aparatave elektronik, dokumentacionit të nevojshëm, për sa kohë që unë nuk kisha informacion që këto gjëra ose këto hapa proceduriale ishin marrë nga SPAK-u nga kallëzimi i parë në kallëzimin shtesë që kam bërë me datë 15 shtator. Sipas informacionit zyrtar që ka ardhur në adresën time javën e kaluar, SPAK-u ka regjistruar edhe kallëzimin penal të parit me numër 95 të vitit 2025, por edhe shtesën e kallëzimit penal ndaj Cenoklosit, vllait të tij dhe familjarëve të tjerë është bashkuar me kallëzimin e parë dhe sipas informacioneve, sepse SPAK-u është i detyruar të ruajë dhe sekretin hetimor, unë kam informacione që tashmë ka filluar dhe hetimi pasuror për këta shtetas dhe uroj që këto kallëzimet e mia penale, këto të dyja, se unë kam bërë gjithsej 11 për Belinda Ballukun dhe bashkëpunëtorët e saj në krim dhe korrupsion, të kanë shërbyer dhe si indicie për SPAK-un për të marrë masën e sigurimit, ato të pezullimit nga detyra, pasi është një masë e vlefshme për sa kohë që një zyrtar kaq i lartë siç është ministrja dhe zëvendës kryeministrja që është marrë me status ligjor e pandehur, nuk mund të vijojë detyrën për sa kohë që përbën një rrezik serioz, qoftë në dëmtimin, tjetërsimin apo manipulimin e provës, zhdukjen e provës, po kështu edhe si një rrezik potencial në intimidimin e dëshmitarëve. Kështu që unë jam besim plot që pavarësisht se SPAK-u mund të ketë presion politik, mund të ketë ndërhyrje, unë mendoj se ndërhyrja më e madhe që sot duhet ketë SPAK-u është vetëm të zbatoj ligjin, të zbatoj kushtetutën për ato çfarë ne i paguajmë dhe për ato çfarë në fakt do kenë mbështetjen time deri në fund. Nëse gjykata kushtetuese vendos që pezullimi i zëvendës kryeministres është i ligjshëm, a mendoni që radhën tani e ka kryeministri? Nuk është se e mendoj unë, sepse unë e kam deklaruar dhe vazhdoj ta deklaroj. Unë jam një person që kam qenë gjithë kohës përballë padrejtësisë dhe do jem deri në fund jetës time. Kam qenë personi që në fakt dashje pa dashje i kam dhënë mbështetjen më të madhe SPAK-ut, sepse kam çuar 86 kallëzime penale. Ndërto, ka shumë kallëzime penale ku përfshihet edhe Edi Rama. Pavarësisht se çfarë mendoj unë, sepse e kam deklaruar dhe vazhdoj ta deklaroj që s'kam asgjë personale me emrat konkret, por e kam me zyrtar të cilët paguan nga ne dhe abuzojnë me taksat, abuzojnë me pronën dhe me pasurinë publike. Ndërkohë, dokumenta flasin vetë, të gjitha këto dokumenta, dashje pa dashje, të çojnë tek një emër dhe ai është kryeministri. Dhe unë mendoj që pa paragjykuar hetimet e SPAK-ut, minimalisht SPAK-u duhet ta thrasi, duhet ta marrë në pyetje dhe duhet shikoj që këto veprime Belinda Balluku i ka bërë nga iniciativa personale, nga vullneti i saj, apo ka një vullnet më të madh, që është vullneti i kryeministrit, për të kaluar. Unë mendoj që nuk mundej dot as Belinda Balluku, as një ministër tjetër, as një kryetar bashkie të bënte veprime nëse këto nuk i miratonte Edi Rama. Kështu që në këtë kuadër, domethënë përjashto disa skema korruptive, siç është për shembull skema korruptive e 5D-s në Bashkinë e Tiranës, për cilën po supozojmë që nuk ka dieni Edi Rama. Skemat e tjera për cilat ka firma apo ka deleguar me firmë zëvendës kryeministrin, unë mendoj se dashje pa dashje është i përfshirë në këto veprimtari dhe patjetër që SPAK-u minimalisht duhet ta marrë në pyetje dhe pastaj patjetër që duhet i shkojë zbardhjes së hetimeve deri në fund. Por kjo gjë bëhet nëse prokurorët e SPAK-ut kanë hequr dorë nga shërbimi ndaj pushtetit dhe kanë për detyrë të zbatojnë jo urdhrat politik, po vetëm ligjin dhe kushtetutën. Zonja Kalaja, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit ju dhe punë të mbarë. Faleminderit.